Kush qëndron pas bllokimit të Zvërnecit? Fakte të rënditse kanë dalë në pap pas 54 ditësh protest, e cila zuri fill për shkak të keq trajtimit të një protestuesi në Zvërnec nga rojet e sigurisë private, duke ngritur pikpyetje të mëdha se kush fshihet vërtet pas kësaj proteste. Mbi këtë protest, që tashmë mund të thuhet se ka dalë jashtë kontrolli për shkak të shumë grupeve të interesit që janë angazhuar për organizimin dhe mbajtjen gjatë të saj, hidhen dyshime se është organizuar nga lojtarë më të mëdhenj, ku interesat më të mëdha kanë qenë të kryeministrit Rama dhe të vetë presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Për të kuptuar më shumë se si arrit në këtë përfundim, do ju analizojmë hap pas hapi faktet të rëndësishme që janë mësuar tashmë mbi këtë ngjarje që ka mbërthyer vendin prej 54 ditësh. Protesta kombëtare nisi pikërisht më 31 maj si shkak i dhunës së ushtruar ndaj një protestuesi në Zvërnec, nga rojet e një kompanie private në prezencë të policisë, veprim që solli jo vetëm zemërim popullor, por edhe reagim institucional, ku penalizua zinxhiri drejtuesi policisë së Vlorës dhe ju hoq licenca kompanisë së sigurimit privat. Vetëm 2 ditë pas protestës kombëtare, pikërisht më 2 qershor 2026, kryeministri Edi Rama foli për Zvërnec. Por në vend që të sqaronte konfliktin me banorët, Rama foli për bllokimin e transaksionit dhe për një hetim që në atë moment nuk ishte shpjeguar zyrtarisht nga SPAKU. Pikërisht këtu nis zanafilla e fakteve që nxjerrin lakurisht të vërtetën. Kryeministri u justifikua se nëse ka shkelje, parat nuk po kalonin te shitsi, se mbi të kishte dyshime dhe se çështja po trajtohej nga SPAK. Deri në atë moment, publikisht dihej vetëm se oficerët të byros kombëtare të hetimit kishin kryer veprime në kadastrin e Vlorës. Nuk kishte një njoftim të SPAK-ut për objektin e hetimit, personat e përfshirë apo masat që po përgatitesh. Pra deri në këtë moment, shqiptarët dinin vetëm faktin se pas protestave u bllokua shitja e pronës në Zvërnec nga SPAK-u. Por si qëndron e vërteta? Nga verifikimet e kryera rezulton tjetër e vërtet. Parat janë bllokuar përkohësisht nga Agjencia e Inteligjencës Financiare, e cila drejtohet nga ish deputeti i Partisë Socialiste Ervin Koçi. Agjencia është në varësi të Ministrisë së Financave dhe pjesë e ekzekutivit, çka nxjerr në pa faktin se urdhrat mund të kenë ardhur nga lart. Një ditë më vonë, më 3 qershor, kryeministri Rama doli përsëri para kamerave, vetëm se kësaj radhe nga shkallët e kryeministrisë përballë gazetarëve. Këtë herë, Rama foli drejt për drejt për origjinën e parave, çlirimin e investitorëve dhe ngrirjen e fondeve nga prokuroria e posaçme. Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronarë. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë e konsideroj po ashtu shumë pozitive, që SPAKU ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitsi, për të cilin ka një proces hetimor. Duke folur për përmbajtjen dhe drejtimin e hetimit përpara se prokurorët të paraqisin kërkesën e tyre në gjykatë, Rama dekonspiroi publikisht një pjesë të dosjes dhe tregoi se zotëronte informacion që nuk ishte bërë i njohur nga SPAKU. Por, dokumentet dhe kronologjia zyrtare tregojnë se më 3 qershor SPAKU nuk kishte vendosur ende sekuestron për të cilën fliste kryeministri. Kërkesa e prokurorëve të SPAKut, Altin Dumani dhe Lida Kaçkini, u regjistrua në gjykatën e posaçme më 5 qershor 2026. GKO e miratoi sekuestron preventive më 10 qershor, ndërsa urdhri për ekzekutimin e saj u nxorr nga SPAKU më 12 qershor. Për më tepër, SPAK nuk kërkoi sekuestrimin e llogarive bankare në emër të shoqërisë Albania Land Development. Sipas dosjes nga prokuroria e posaçme, masa u vendos mbi fondet që ndodheshin në llogarinë bankare të noteres Amela Mukaj dhe që i lidheshin me kontratat e shitjes së tokave. Por pse e bëri këtë lëvizje kryeministri? Për shkak të projektit të Zvërnecit nisën protestat, të cilat sollën edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe amerikane, pasi projekti rezulton si financim i investitorëve nga Katari, të lidhur drejt për drejt me dhëndrin e presidentit Trump, Jared Kushner, bashkëshorti i Ivanka Trump. Rama nuk mund të lejonte kurrësi që toka e blerë nga kompania e vëllezërve nga Katari të lidhte Ivanka Trump me një person të akuzuar si pjesë e një organizatë kriminale, e cila akuzohet se pastronte paratë e drogës në Shqipëri nëpërmjet trafikut ndërkombëtar nga Amerika Latine drejt porteve të Europës. Pra, 5 ditë pas i Rama tha se SPAKU kishte vendosur të mande fonde të ngrira, vetë prokuroria e posaçme sqaroi se nuk kishte sekuestruar llogaritë e kompanisë. Edhe kërkesa e mëvonshme e prokurorëve në GKO nuk synonte llogarinë Albania Land Development SHPK, por paratë që ndodheshin në llogarinë e noteres.
Dosja në të cilën u mbështet kërkesa e SPAK-ut është procedimi penal numër 287, fraksion 1 i vitit 2021, e njohur si dosja Aruba. Në të hetohet një grup i dyshuar për trafik ndërkombëtar narkotikësh, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Sipas SPAK-ut, paratë e dyshuara si të ardhura nga aktiviteti kriminal janë investuar në toka, vila, prona dhe ndërtime në Shqipëri. Në këtë dosje përfshihet edhe emri Artur Shehut, personi që kishte lidhur kontratat për shitjen e tokave të destinuara për projektin e Zvornecit. Më 5 qershor, prokurorët i kërkuan gjykatës sekuestrimin e shumave të lidhura me këto kontrata, ndërsa më 10 qershor, GKO vendosi masën mbi rreth 128.3 milionë euro të mbajtura në llogarinë e noteres. Madje në dosje konfirmohet se zyrtar të lartë shtetëror kanë marrë pjesë në takimin e Arubas, ku SPAK dyshon se ata kanë ofruar garanci për lejet e ndërtimit të kullave dhe resorteve në Shqipëri. Më 8 qershor 2026, në përgjigje të Anadolu Agency, Prokuroria e posaçme deklaroi se nuk kishte hetim të hapur për ndonjë projekt të lidhur me xharet Kushner, se ekzistonte një hetim tjetër i ndarë nga objekti i kërkesës dhe se nuk kishte urdhëruar asnjë masë sekuestrore mbi llogaritë bankare të Albania Land Development. Pikërisht këtu ishte edhe synimi i kryeministrit, të ndante akuzat e SPAK-ut nga investimi amerikan, gjë të cilën e arriti. Praktikisht sekuestrimi nga SPAK-u erdhi pas deklaratës së kryeministrit, ndërsa bllokimi i parë për të cilin Rama fliste më 2 dhe 3 qershor ishte kryer nëpërmjet mekanizmit të kontrollit financiar të shtetit, konkretisht Agjencisë së Inteligjencës Financiare. AIF ka kompetenca të përrezullojë përkohësisht një transakcion të dyshimit, dhe nëse nuk ka indicie për vepër penale, është e detyruar të zhbllokojë llogarinë ose në rast të kundërt t'ia përcjellë informacionin prokurorisë. Media 6 kërkoi Agjencisë Inteligjencës Financiare datën e bllokimit, numrin e urdhrit, shumën, bazën ligjore dhe datën kur materiali ishte përcjellë SPAK-ut. Agjencia nuk e mohoi ekzistencën e masës, por refuzoi të jepte informacion. Media 6 kërkoi gjithashtu Ministrisë së Financave të sqaronte udhëzimet që i kishte dhënë AIF dhe bazën ligjore të bllokimit, por deri në momentin e publikimit të këtij materiali ministria nuk dha përgjigje. Edhe kryeministria u pyet mbi informacionin ku ishte mbështetur kryeministri kur ja atriboi ngrirjen SPAK-ut dhe nëse masa ishte vendosur në të vërtetë nga Agjencia e Inteligjencës Financiare. Por, ashtu si Ministria e Financave edhe kryeministria zgjodhi heshtje. Në këtë histori faktet tregojnë dy masa të ndryshme. E para ishte ngrirja ose bllokimi i përkohshëm financiar, i kryer përpara datës 3 qershor nga Agjencia e Inteligjencës Financiare. E dyta ishte sekuestroja penale kërkuar nga SPAK-u më 5 qershor dhe miratuar nga GKO më 10 qershor mbi fondet e llogarisë naturiale. Kryeministri i bashkoi të dyja dhe ja atriboi SPAK-ut edhe masën që ishte marrë më herët nga një institucion në varësi të ekzekutivit. Në të njëjtën kohë, Rama zbuloi publikisht se ekzistonte një hetim ndaj shitësve, se parat po mbaheshin të ngrira dhe se investitorët ishin verifikuar, përpara se kërkesa e prokurorëve të mbërrinte zyrtarisht në gjykatë. Kjo ngre dyshimin se deklarata nuk ishte vetëm një pasaktësi teknike. Duke ja faturuar SPAK-ut bllokimin e parë, Rama largoi nga vëmendja rolin e Agjencisë Inteligjencës Financiare dhe të qeverisë në ndalimin e transaksionit, ndërsa duke folur publikisht për veprimet që do të pasonin, ai dekonspiroi drejtimin e një dosjeje që të paktën zyrtarisht vazhdonte të ishte konfidenciale. Madje kryeministri Rama doli shfaqsuar dhe i fituar me gjitha palët, siguroi investimin nga vëllezërit nga Katari, u shfaqsua me shitësit dhe në fund u ka premtuar banorëve që pretendojnë se janë pronarë të Zvornecit se ata do të marrin paratë që qëndrojnë të ngrira. Dokumentet tregojnë se më 3 qershor SPAK-u nuk kishte paraqitur ende kërkesën për sekuestro preventive që kryeministri ja atribonte publikisht. AIF, institucioni që ka kompetencën për ngrirjen e përkohshme të transaksioneve, ka refuzuar të sqarojë rolin e tij, ndërsa Ministria e Financave dhe Kryeministria nuk janë përgjigjur. Pyetja mbetet e hapur: nga cili institucion e mori Rama informacionin që bëri publik përpara se SPAK-u t'i drejtojë gjykatës? Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.